Kosovë të lirë dhe sovrane, u ndërtuan mbi sakrificën e brezave të tërë dhe mbi guximin e atyre që besuan se e drejta dhe liria do të triumfojnë. Sot e përgjithmonë përulemi me respekt para vizionit të presidentit historik dhe arkitektit të pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova, përulemi me nderem para secilit dëshmor, kushtar të ushqës dhe para secilit martir të lirisë, duke ditur se po atyre jetojmë në një shtet të lirë, të pavarur dhe demokratik. Kontributi i tyre është përjetësisht i kthendur në themelët e Republikës sonë. Në momentet më të errta, kur dukej se shpresa ishte e largët, populli ynë nuk ishte i vetëm. Alatët tanë që ndruan pranë nesh dhe mitësia me pranë vetën një nga shpyllat më të fuqishme, mbi të cilat qëndron siguria dhe e ardhmja e Kosovës. Të nderuar qytetarë, në këto 18 vite Republika jonë ka kaluar sfida, por ka ecur përpara me vendosmëri, duke dëshmuar se rrënjët e saj janë të thella dhe se besimi qytetar është forca më e madhe që ka pushtet. Kosova sot është një vend që ndërton, që krijon dhe që punon drejt së armës së saj euroatlantike. Është vendi ku të rinjt po shkëlqejnë në sport, në art, në shkencë, në teknologji e në çdo fushë tjetër, duke dëshmuar se fuqia më e madhe e Kosovës qëndron pikërisht në potencialin e brezit të ri. Është vendi ku gratë dhe vajzat janë bërë shpyllet pa thyeshme zhvillimit, duke u hequr me vizion, guxim e vendosmëri. Është vendi ku çdo qytetar, brenda dhe jashtë kufive, bën gjallë frymën e Kosovës dhe lartëson emrin e saj me krenari në çdo cep të botës. Por mbi të gjitha, Kosova është vendi ku liria nuk merret si e mirëqenie, por ruhet, mbrohet dhe forcohet çdo ditë. Të dashur miq, sot Republika jonë mbush 18 vjet, një moshë që simbolizon pjekurinë, përgjegjësinë dhe besimin në të ardhmen që po e ndërtojmë së bashku. Ne e dimë se historia jonë nuk është vetëm rrëfimi së kaluarës, por një rrëfim që vazhdon, një kapitull që shkruhet çdo ditë nga qytetarët tonë. Krah me aleatët tonë dhe me besim të plotë në forcën tonë, do të vazhdojmë të ndërtojmë një republikë edhe më të fortë, edhe më të drejtë, edhe më të begatë për secilin qytetar tonë. Le ta mbajmë gjithmonë lart flamurin e Republikës sonë dhe le t'i tregojmë botës se Kosova është një histori që vazhdon të frymëzojë, një vend i njerëzve të lirë, i qëndresës dhe i dashurisë së përjetshme për liri. Gëzuar ditën e pavarësisë së Republikës, lavdi të përjetshme të gjithë atyre që dhanë gjithçka për këtë ditë, rroft Republika e Kosovës, populli dhe aleatët e saj, gëzuar të gjithëve. Mirë se keni ardhur në pritjen shtetërore përmbledh të 18 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Sot shënojmë vjetorin e pavarësisë tonë, një akt historik që kurorëzoi përpjekjet shërbëtore të popullit tonë për liri, barazi dhe vetëvendosje. Pavarësia e Kosovës është rezultati një rruge të gjatë dhe të vështirë, të sakrificës, të organizimit, mobilizimit dhe më e rëndësishmja të unitetit tonë si popull. Historia e Kosovës është histori qëndrese. Qëndres kundër monimit, kundër padrejtësisë dhe kundër dhunës. Populli i Kosovës u përball me shtypje sistematike, diskriminim dhe me dhunë të organizuar. U mohua e drejta për arsim, për punë e për të pajtim të barabartë. Megjithatë, asnjëherë nuk u shua aspirata për liri dhe shtetësi. Ajo u përcon nga brezi në brez, nga të gjyshrit dhe nga prindrit tonë. Në ato kohë të errta, zëri i ndërgjegjës kombëtare u personifikuar në figura të shquara si Adem Demaçi, simbol i rezistencës politike i sakrificës dhe i qëndresës së palëkundur të liri, i cili me dekada burgimi mbajti gjallë idealin e Kosovës për liri. Diaspora shqiptare ishte pjesë e pandashme e kësaj qëndrese. Ajo ruajti dhe forcoi kauzën e Kosovës në rrethana të vështira dhe dëshmoi se lidhja me atëun nuk njeh të fillë. Vitet e 90-ta shënuan një kapitull të veçantë të rezistencës së kombëtare. Qëndresa plotësore e qytetarëve të Kosovës e shprehur përmes organizimit shoqëror,
ndërtimit të institucioneve paralele, protestave popullore dhe lëvizje studentore dëshmojnë pikurinë politike dhe morale të një shoqërie që kërkon të liri. Sot, po ashtu kujtojmë presidentin Ibrahim Rugova, që u karakterizua nga durimi politik, legitimiteti moral dhe përkushtimi për të zgjidhje bashkëore. Por kur dhuna u intensifikua dhe drejta për jetë të kërcënua, lindi rezistenca armatosur si domosdoshmëri historike. Lufta shqiptare Kosovës u bë simbol i sakrificës supreme për liri. Në bazë të kësaj lufte qëndron figura emblematike e komandantit legjendar Adem Jashari, i cili së bashku me familjen e tij prekaz shkroi faqe më të lavdishme dhe më të pritshme të historisë moderne, duke bërë temel lirisë së Kosovës. Ky temel sot po vihet në sprov, procesi që po zhvillohet ndaj ish-krerëve të shtabit të përgjithshëm të QK-s në gjykatën speciale ka prekur në gjegjen tonë kolektive dhe vetë temelin i të cilin qëndron liria jonë. Në këtë moment kemi përgjegjësi të qëndrojmë të bashkuar si popull, si institucione dhe si shtet në mbrojtje të së vërtetës sonë historike dhe dignitetit të luftës sonë shqiritare. Sepse lufta jonë nuk ishte projekti një partie, as i një rajoni, ajo ishte vullneti të popullit për të jetuar i lirë, ishte përgjigje ndaj padrejtësisë, ndaj mohinit dhe ndaj dhunës. Liria e Kosovës është realitet dhe ky realitet qëndron përtej çdo sprove. Sot në këtë ditë feste përkulemi me nderim të thellë para dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë atyre që kontribuan për çlirimin e vendit. Të nderuar pjesëmarrës, historia jonë e lavdishme kërkon që të gjithë të angazhohemi për fuqizimin e vendit tonë, për një shtet me drejtësi, me zhvillim, barazi dhe me respekt të lartë për qytetarin. Sepse mënyra se si veprojmë sot do të përcaktoj shtetin që do t'u lëmë brezave që vinë. Në këtë përjetor të shënuar, le të riafirmojmë përkushtimin tonë institucional për paqe, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe integrim euro-atlantik. Le ta forcojmë unitetin politik dhe shoqëror, sepse vetëm të bashkuar mund ta çojmë Kosovën tonë përpara në lartësinë e sakrificës që u bë për të. Republika jonë qëndron sot sepse ata qëndruan atëherë. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit, nderim martirëve të lirisë, gëzuat pavarësia e Republikës së Kosovës. Sot pavarësia i mbushit 18 vjet. E kalon si në kuptimin literal, ashtu dhe në atë figurativ, një prag transition, kur bësh 18 vjeç. Njëjtë sikur se në jetën e një individi, mosha e 18 është edhe pragu i një udhëtimi të ri për vendin tonë, mbyllja e një etape dhe hyrja në një tjetër. Ditëlindja e 18 e pavarësisë e gjen Republikën në gjendjen më të fortë se kurrë dhe gati për rrugtimin që e pret, me më shumë përgjegjësi, por edhe me shumë vetbesim. Pavarësia, edhe pse 18 vjeçe, është një nga ato raste të rralla kur rinia shoqërohet me urtësi. Shteti i Kosovës është i paraprir nga mira vite të ekzistencës sonë si popull, e qindra si kombë, dhe nga një betejë paqe gjatë e cila e ruajti identitetin tonë. Para deklarimit të pavarësisë, shtetësia jonë ka ekzistuar në shumë forma, në emrat fëmijëve, vargje librash e veprimtari në të dy anët e Atlantikut, përveç se në Ballkan dhe jo vetëm. Ka ekzistuar në krenarin që kemi dhe thirrjen për të mirën e përbashkët. Prandaj, në hyrje të vitet të parë të pjekurisë shtetërore, hymë me një histori po aq të gjatë sa ajo e vetë Evropës. Por në këto 18 vite, patëm aktin themelues për herë të parë kultura, identiteti, vullneti dhe të drejtat tona patën mundësinë të vendosen nga vetë ne. Liria jonë mori infrastrukturën e duhur për të shndruar në përparim. Edhe pse të kërcënuar vazhdimisht, të thuar se historia jonë si shtete si kombë është thjesht një histori mbijetese, është një tkurje e padrejtë e zë vërtetës. Përkundrazi, pavarësisht vështirësive,
Kosova mbijetoi pa qenë në një gjendje mbijetese, si që përshkruan shkenca, një gjendje mbyllur ndaj gjithë shkaje që nuk është e domosdoshme për t'jetuar. Ne mbjetuam me një zemër të madhe dhe të hapur, duke ruajtur bujarin shpirtërore dhe gatishmërinë për të ecur përpara, duke kërkuar llogaridhënie, por asnjëherë hakmarrje, duke vendosur të jetojmë në unitet me bashkëjetesë ndërfetare dhe shumë etnike. Në pothuajse gjithë botën, ligjit jep përgjegjësi në moshën 18 vjeçare dhe t'jep lirinë për të vendosur vetë për fatin tënë me zotësi të plot veprimi. Mosha 18 vjeçare po ashtu e gjen Kosovën me një stabilitet të fortë institucional. Për herë të dytë kemi një qeveri të qëndrueshme me mbështetjen e duhur të popullit për të përmbushur mandatin e ri 4 vjeçar dhe për të shtyrë përpara reforma të thella në të gjitha fushërimtaritë e qeverisjes. Të rritesh e të shtosh vite është një privilegj, sepse është e çmuar të jesh e të zhvillohesh. Por shteti që shpall pavarësinë në shekullin 21 ka një privilegj të veçantë. E gjithë historia e shpalljes pavarësisë, e cila gjithmonë është një betejë e udhëhequr nga ndjenja të thella, është brenda kujtesës sonë të gjallë. Arsyeja pse jemi këtu dhe e ardhmja bashkëjetojnë. Ne kemi kombinimin e artë të jesh i përkushtuar dhe të jesh i lirë njëkohësisht. Gëzuar 18 vjetori i pavarësisë sonë, faleminderit të gjithë atyre që sakrifikuan e kontribuan nga vendi ynë, nga populli ynë, por edhe nga faktorët ndërkombëtar për jetë mot rroft Republika e Kosovës. Faleminderit, zotri kryeministër. Zonja dhe zotri të nderuar të pranishëm, duke ju falenderuar për prezencën tuaj, në vijim ju ftoj që të na bashkoheni në koktejl e organizuar me rastin e shënimit të 18 vjetorit pavarësisë Republikës të Kosovës, shoqëruar me performancën artistike nga grupi String String. Faleminderit edhe një herë.